Doktor, jemi të zemra. Se sa të dëgjojmë diçka kapmi për zemrën, është një farë kështu, ha? Edhe e ke po më dhem zemra, jo, zemra nuk dhem. Në realitet, a dhem zemra? Në realitet, ngushtica e anëve të gjakut, edhe mos furnizimi e vetë zemrës. Zemra është pompë, e cila roli i saj ka të bëjë me furnizim, me qarkullim të gjithë organizmit. Por zemra si pompë ka nevojë të furnizohet edhe vetë. Kurrent e gjakut janë të mbylluna, atëherë ose të ngushtume, themi në përqindje, në masë të madhe, atëherë mund të kemi dhimbje të gjoksit, për shkak se nuk kemi furnizim mjaftueshëm. Aty janë gjendje metabolike, mos pastrimit acidit laktike, kështu me radhë, edhe rastet kur kemi dhimbje në qetësi se neve për çdo ditë miremi, edhe është një thanje gjatë diagnostikimit pacientit që një anamnezë e mirë përban më shumë se 50% të diagnozës. Zemra si muskull s'ka se si të na manifestojë dhimbjen, po ajo bën përhapje të dhimbjes edhe të manifestimit saj në gjoks. Edhe kryesisht rastet ku ndodhin po të kenë karakter kardiovaskular në qetësi, domosdoshmërisht në çdo aktivitet fizik apo në disa gjendje të tjera manifestohet në aktivitet fizik një dhimbje edhe më e rënduar. Edhe më e rënduar, edhe më. Si sillen pacientët pas këtyre operacioneve në fazën postoperative, të ne për shembull? Sa kemi edukim shëndetësor në këtë drejtim? A i dëgjojnë pacient edhe familjarët e tyre, unë mas çdo lëshimi që bojmë në shtëpi, ju jap që të gjitha dhanat, mundona të shpjegoj, po atyre se si duhet t'jenë me terapin, me aktivitetin fizik, me ushqimin. Se ju ndaj në proporcione rëndësinë gjithë se cilës sjelljet pacientit. Edhe sa, step by step. Duket nga një herë që pacient janë ende në atë situatën e stresit edhe sikur nuk ndëgjojnë. Cilat janë gabimet që i bojnë? Po shumicën e herave pacient kur shkojnë në shtëpi se neve i mobilizojmë me njëherë pacient. I themi pacientëve që duhet të kenë aktivitetin e shtunë fizik. Shumicën e herave kur vim brenda e pyetjon ke fillu të lëviz çase jo doktor thot unë nuk kam guxuar me lëviz se shkojmë vizitor në shtëpi. Edhe njerëz laik që nuk e marrin vesh informacionin edhe më erdh i afërmi edhe më tha ti nuk bën tash me lëviz as pak. Qëndron në shtrat edhe bën këto janë gabimet e para që i bojnë. Pa dijen e tyre. Gabimet tjera apo themi veset të cilat ata do duhet t'i largohen, disa nuk kanë mundësi t'i përmbahen, për shembull largimit konsumit duhanit dhe alkoolit, ushqimeve. A nuk i tut bolla jo? Nga njëherë ata që nuk friksohen, ne e kthejmë në shaka, e thëmë, po ti po deshe stenta, ne këtu jemi për atë punë. Po deshe na do vendosë stenta rend. Ma shumë se nons. Po kjo ndoshta është biseda me cilën neve i rikujtojmë aty në rëndësinë e kujdesit postoperator. Si e shihni të ardhmen e trajtimit smundjeve të zemrës? Teknologji apo parandalim? Sigurisht që parandalim. Çka ngërthen e vete parandalimi? Parandalimi ngërthen e vete te ne fillimisht edukatën në cilën neve do duhet kuptojmë që do të kemi kujdes në aktivitet të shtur fizik. Do duhet kemi kujdes në ushqim edhe të largojmë veset e këqija. Sepse jo gjithherë neve mendojmë që smundja kardiovaskulare ndodh në moshë të shtymë. Unë kam raste shumë të moshave që ndoshta në 20 vjeç kam vendos stent. Smundja e ngushticave të anëve gjakut, smundja aterosklerotike fillon qysh në moshë të hershme. Sot neve shohim moshat tona e të rive tanë me mbi pesh
me aktivitet të mangët fizik, nuk ka ndonjë përkujdesje. Veç në kompjuter, veç në telefon, Jeta sedentare, ushqimi pa kontrollum, domethënë yndyrnat e tepërta, sheqernat e tepërta, mbi pesha, aktiviteti mangët fizik, mandej konsumi këtyre pijeve energjike me sheqerna, e gjitha këto na bojnë që të shohim në moshë të hershme këto probleme. Tash themi të drejtën, ndoshta edhe nuk kemi hapësira të mjaftueshme ku neve do të duhet dalim të bëjmë vrap në natyrë, por rekomandimi është që spaku duhet bëjmë 5 herë në javë. Minimumi minimumeve është 30 minuta të kemi eci apo vrap, eci me vrap, ose eci më të shpejt, është minimumi që neve do duhet ta bëjmë. Ndoshta shumica nga neve mbesim gjatë gjithë kohës në makinë dhe nuk dalim, nuk bëjmë ecje. Sot Kosova posedon palestra të shumta ku njerëzit do të mund bëjnë edhe palestër, aktivitet fizik. Si është të përballësh çdo ditë me jeta vdekje? Emocion goxha i madh, çysh e menaxhon emocionalisht këtë gjendje? Po çfarë them? Un kam babaën që është 78 vjeçar, kam diferencë me të më shumë se 30 vite, edhe nga njerë krahasohem i them unë njerëzve po mi shiqon flokët e mia, jam më i thim se babajem. E përmenda unë qysh më herët, çdo rast është i veçantë, neve mbajmë kujdesari, jeta e mjekut është gjithmonë e ngarkuar, neve asnjëherë nuk e dim se çfarë rasti do të punojmë. Ajo është adrenalin e momentit, ajo është planifikim i momentit, aty ndahet jeta vdekje. Edhe një mjek, ndoshta me kohën fillon edhe të forcohet, nuk do të thotë që ai do bëhet i pandjeshëm, po ai bëhet më i pjekun, më i kujdesshëm, edhe ditë veproj më mirë. Menaxhon edhe me streset e larta. Edhe streset larta. Është një sindrom që quhet burnout, dhe është situatë kur profesioni e djeg mjekun. Neve ndoshta mundohemi, po kur nuk mund ta menaxhojmë stresin që neve kemi përbrenda. Është kënaqësi shumë e madhe kur sheh rezultat, por unë them çdo humbje, çdo mos sukses, çdo pikëllim më njëherë mas familjarët ose ndoshta më herët e përmenda na atakon neve. Unë them që mjekësia ose ai që do zgjedh ti përkushtohet këtij profesioni human, do të duhet të jetë një njeri i cili e ka me të vërtet vetëm pasion edhe pasion. Sepse mjekësia nuk mund të ketë një mjek të suksesshëm po nuk e pati pasion edhe po nuk do të jetë shërbim, se është gjithmonë shërbim 24 orë në shërbim të popullit, të përmirësimit shëndetit, atëherë nuk do të jetë i suksesshëm. Këto vujtjet për jetime se ndodhin nga njerë edhe kolegët e mi që me të drejt, mjekët e ri janë të zhgënjym, nuk ju ofrohen aq mundësi të marrjes specializimeve, të punësimeve, kanë sfida të ndryshme, ndjehen të zhgënjym. Unë prap vi në një situatë ku them edhe kush e di sa herë t'isha kthy, më i ri, unë prap do të kisha zgjedhur mjekësinë. Dhe sot e kësaj dite mendoj që më përmbush mas shumë ti mjekësia. Edhe ai që po mirën të shto makinat, ato super fast charging makinave, një rast i mirë, ajo është super charging për juve, po dhe largimi i stresit. Edhe krahas të stresit madh, kësaj pune intensive, edhe besa është shumë emocionale, s'ke hezituar ndonjëherë me i thonë vetes pse zgjodha? Jo. 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 Sigurisht jo.
Po kthejmë përsëri tek pacientët. Cilat janë simptomat që nuk guxojnë njerëzit të injorojnë në asnjë mënyrë? Njerëzit nuk guxojnë ta injorojnë, ndoshta ajo që do sjell rreziku më të madh është dhimbja e gjoksit. Momentin që paraqitet. Momentin që paraqitet. Tensioni më hershëm? Ajo është një paralajmërues i mëhershëm, i cili manifestohet me tjera simptomatologji, për shembull me kokëdhimbje, me ushtim të veshëve, me marramendje, po një stad të mëvonshëm edhe mund të dëmtoj zemrën. Atëherë nuk kupton shfaqjen e lodhjes, plagështisë, frymëzanjes. Këto janë gjitha simptomatologji që ne nuk duhet të injorojmë, sepse këto më vonë do na kthehen bumerang, edhe nga një herë mund të jenë veçse në masë të madhe ku do dëmtohet shëndeti i pacientit. Çfarë do të ndryshoje në sistemin shëndetësor nëse do të kishe mundësi për faktin që ke punu një kohë të gjatë në ÇKUK, në shërbim shtetëror, tani je në atë privat, punoni në Aloka edhe e keni ordinancën tuaj. Po. Me keqardhje them, ndjehem keq që është dashur të shkpos marrëdhëniet me ÇKUK-ën. Pa dashje, por mendoj që sistemi shëndetësor duhet lihet rahat, suportohet shumë. Jo të përfshihet politika. Të lihet rahat e të suportohet shumë. Të marrë një shembull të thjeshtë. Neve çdo vit regjistrohen në fakultet të mjekësisë dikon 160 studentë. Edhe po aq kohë, aq numër për shumë vite me radhë, janë edhe 150-200 që dalin në pension. Këta 150 mjek që do duhet diplomoheshin, si pas odës mjekve, ka gati çdo vit që nga 200 mjek dalin në perëndim. Unë kam vllaun në München, punon anesteziolog, e kanë marrë produkt të gatshëm, gjermant, e di kanë dhënë atë. Sa vjetë kemi kriju atë? Po, për sa vjetë kemi kriju? Ja 27 vjetë, ha? Ashtu. E kanë marrë produkt të gatshëm, ai punon në München anesteziolog, vetë të jepte kontribut në vendin e vet. Veç ju s'keni menu me shku? Unë nuk kam menu me shku, edhe as do të shkoj. Po, kjo është një duar profit, këta mjek nuk shohin perspektivë, kanë të lashe të ndryshme. Prej marrjes specializimit, vonjësave të shumta, duhet çdo vit ketë specializime të ndara, të planifikuara. Nuk mund të jipen, të marrim shembull, ka para 3-4 viteve janë dhënë një herë një ministër ka dhënë 50 specializime në kardiologji. Kush ka dashur me marr? Tash ato krejt dalin si kardiolog, ndërsa kush do të mbetet të ofroj shërbime më vonë, se është tërmbush numri. Kemi pas mungesa të anesteziologëve, tash shohën planifikime të cilat nuk janë të duhura. Jo të duhura. E tash këto që e përmenda, këta mjek kanë fillu të dalin jashtë. Dalin 200 mjek jashtë. Ata që regjistrohen. Kjo për periudhë 10 vjeçare në Kosovë do të ketë probleme. Edhe 150 pension. Edhe 150 pension, neve i kemi dikun 4.000-5.000 mjek në total. E neve mas 10 vjetëve do t'jemi me 3.000 mjek mangu. Për këtë nuk me ndonë askush. Kur kam qenë prodekan student, bisedohi, profesorët e mi që i dua shumë, e që nuk jetojnë më Hashim Maloku e Jusuf Dedushi, më thonin, ti duhet të propozosh që të rritet të mbahet ky numër, sepse nëse vazhdojmë në kuptimin pozitiv të prodhojmë mjek me këtë ritëm, deri në vitin 2020 nuk e mbulojmë akoma për kokë banori numrin e mjaftueshëm të doktorëve. E tash po i humbim jo mirë. Po i humbim. A ju ka pyet një herë në ikush prej ministria, a jep një mendimin, a jep një doni mendim, çfarë? As ju ka pyet. Kjo nuk është të duar trokit, po i dorë trokasin në punën e tyre të dostë. Unë një herë njënit nga ministrat i pata shenu, se ministrat kur kishin nevojë nga një herë ndë një rast me shumë afërsi u ofronin
përfundojmë ndonjë rast ndonjë të njohshëm tyre. Edhe njerë fillun ata, në vitin 2019 kemi bon QKU 3500 raste. Edhe në atë kohë lista ka qenë 0-0 në kardiologji intervente. Edhe mandej fillun menaxhmenti, ministria, të fusin dur, të ndërhyrjet, shkarkunjeni nga drejtorët kolegët e me të atëherë kardiokirurgji, kardiologji intervente. Neve fillum disa reagime edhe Si veti kush? Nuk na pyeti kush. Sot kolegët e mi, pavarësisht që në QKU kolegë edhe të ri, punojmë mjaft raste, por është një çudi shumë e madhe si mund mbesin në lista të pritjes 3500 pacient prapë. Shumë. Pse? Shumë. Është një pyetje që duhet dikush t'jap një përgjigje. Edhe thash janë gjitha këto që i bëjnë mjek të ri të mos shohin perspektivë. Se ka mjek shumë të mirë, ka mjek shumë të zellshëm, shumë punëtor, të jashtëzakonshëm. Edhe mund të them që gati që të gjithë mjekët që dalin nga Kosova në për perëndim janë jashtëzakonisht suksesshëm. Pse mos sjellin në vendin e vet? Pse neve t'ju japim produktet e gatshme perëndimit? E neve do të mbesim një ditë keq për këto shërbime. Orë të gjata, po thuj se tërë ditën në punë, si ndikojnë këto orë të gjata në raport me familjen? T'ju them të drejtën, do të ndaj një historie. Bashortja ime, Drita, e cila është suportuesja më e madhe, shtylla e familjes tonë, angjulli i familjes tonë, në këtë emisionin e Juve, ndëgjohet këngë humore gjitha këto, ajo e realizon atë, unë nuk di as të këndoj, pas kam kohë të këndoj, ku shkojnë shpi Dritën e gjej me muzikë, me gjallëri, ajo po të mos ishte, unë sigurisht që në dhe të isha ky që jam. Qëndro këtu? Po. Drita, a i dëgjove fjalët më të bukura që ti tha doktori. A na të duar të rëkasim e të përqafojmë prej këtu nuk? Të thash, Drita është shtylla e shtëpisë, me 2 fëmijë. Janë të rritur, po shkojnë rrugës tuaj? Janë të rritur, më duke djali si vjetë përgatitet, po të ketë fatin. Unë nuk e kam motivua, stimulu, e përmenda të që... Po darra pikë në ndarë, do të duhej? Jo do varet, ai do duhej të gjej rrugën, se nëse neve bëjmë presion, e përmenda më herët që ai nuk do të ketë sukses. Ai do duhet të përqafoj vetë, të donë vetë, neve si suportus, unë do ja ofroj dijen time, por që ai duhet të zgjedh. Drita, ndoshta është ajo që e kishte më qef që quni jonë të regjistroj. Edhe djalit bëha doktor. Të bëha doktor. Njësoj, sigur, nana ime, ajo thoshte, fillim, unë jam djali ndër 5 fëmijë, jam më i vjetri në familje, edhe thonte nana, kam pas ëndër të më bëhet një djalë mjek. Asa ju bon 2 djem ju bon mjek, po që tash aja në ankon që të dyve, nëse se sa kemi punën të vështirë. Për ndryshe, para disa viteve, unë do të që mbaja 11 kujdestari në mujë. Edhe kam llogarit, ashtu më ka ndodhur një 3 vite, diçka kam punu me këtë ritëm. E llogaris që një vit, ndoshta për ato 3 vite, një vit të tanë, unë kam qëndru vetëm në spital. Drita ka qëndru me këta fëmijë të vegjël, në edukimin e tyre, unë në kujdestari. Po ka qenë gjithmonë ajo që ka përkra, dhe ka qëndru shtylla shtëpisë. Deri sot s'u lodh me ty? Nuk është lodh me mua, po paktën ndoshta në mua nuk ma thot. Po jo, mendoj që tash ti mundohem edhe unë të jem më i kujdesshëm, pak më i lirë. Bashkëshortja ime edhe është mësimdhënëse, jep një kolegj me energji 3x3 sen. Kemi pasën periudha ku jemi ndalë dhe kemi diskutu punën e karrierës.
ajo ka sakrifiku më shumë se unë, dhe ajo çdo ditë mirët me që të gjithë neve, me prindët e mi, me mua, me fëmijët, edhe drita ka sjell dritë në shpirtin tonë. Sa bukur kur e dëgjon një burr vërtet që falenderon njeriu që bën gjithë atë sakrificë. Sa po arrin të lexosh? A mund të arrish të lexosh literaturë tjetër, romane, libra, kështu, apo vetëm atë shkencore? Të thënë drejtën, po, unë nga njëherë jo të lexoj, nga njëherë më ndodh dhe i mbrëmjet mos u shehem. Po, mundohem, aq sa mundem, mundohem të lexoj. Neve duhet të jemi gjithmonë të updateuar me informacione. Përmenda, unë si vjet s'kam mund të shkoj në këtë kongres, ndoshta më vonë ka fundi verës, kemi sakrifiku për shkak edhe djalit, deshta që ju tregoj edhe një diçka. Neve çdo kongres përpara që dilim, janë ato ku neve mund të bëjmë ndoshta një shkputje prej punës. Edhe e din që të gjithë kolegët e mi, unë ndoshta as në një kongres nuk shkoj, po pa qenë edhe familja bashkë me mua. Unë do jem pjesëmarrës në një kongres, ata do jenë afër meje edhe do shëtisin pak ato momentume sa mund të shkruajmë. Nëse për fjala për Parisin është mirë. Po, kemi qenë në Paris. Po kemi qenë një herë, po sigurisht. Doktor i nderuar, asnjëherë nuk është të thënë për të thënë edhe për të dhënë të tërën. Bile juve ja u kërkojmë në vazhdimsi këtë që bëni çdo ditë, që jeni shpresa e pacientëve, jo vetëm si mantili bardh, po si një emër i realizuar, i formësuar në aspektin profesional të niveleve botërore me të cilin edhe krenohemi, po e tham unë këtë. Falenderoj shumë nga zemra që ishe sonte me ne. Faleminderit për ftesën. Doktor Agron Qerimi, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.